Hani sa më shumë bukë misri gjatë dimrit, 3 përfitimet që i sjell ajo në shëndetin tonë. Shumë e dashur në tryezat tona, si ndër gatimet më të vjetra tradicionale shqiptare. Buka e misrit mbetet mes ushqimeve më të preferuara edhe në ditët e sotme. Buka e misrit është krejt e mirë, jo vetëm për shijen e lehtëse që ka, por edhe për vlerat e panumërta ushqimore mirëbërëse, të cilat do t'i ofrojë për organizmin tuaj. Buka e misrit është ndër thesaret sa përket vlerave të çmuara. Gjithashtu, ajo përmban kalcium hekur, magnez, fosfor, kalium, acid folik, vitaminën A, vitaminën B6 dhe vitaminën B12. Para se të fillojmë, bëni një like videos dhe ju lutem klikoni subscribe. Do të na ndihmonit shumë. Buka e misrit ndihmon në mbajtjen konstante të niveleve të kolesterolit në gjak, ndërsa ndihmon gjithashtu edhe në uljen e niveleve të yndyrnave. Ajo është një burim i vërtet i vitaminave dhe proteinave, duke shërbyer pozitivisht në mirë funksionet të organizmit tuaj. Ndaj, nëse doni që të përfitoni nga vlerat e tyre, sigurohuni që t'i keni pjesë të dietës suaj. Ajo është një burim i vitaminave dhe gjithashtu, vlerat e bukës së misrit janë vërtet të larmishme në mbrojtjen e shëndetit. Misri vazhdon të jetë numër 1, edhe për të mbajtur konstant nivelet e kolesterolit në gjak, pasi do të ulën ndjeshëm nivelet e yndyrnave në trupin tuaj. Ai luan një rol të mirë edhe në prodhimin e energjisë trupore të njeriut. Misri është një burim i vërtet i proteinave, vitaminave dhe mineraleve ushqyese në dobi të shëndetit. Në një studim të bërë tek meshkujt të cilët kishin kolesterol të lartë, pas një trajtimi me produkte misri si dhe ushqime të varfër në yndyr, u arritën rezultate mjaft të kënaqshme edhe në mbajtje larg të këtyre komplikacioneve. Misri është një burim i vërtet i energjisë pasi përmban vitaminat B të domosdoshme për shëndetin e njeriut. Në vendin tonë, përdorime të veçanta ka zënë buka e misrit dhe gjithmonë është rekomanduar për njerëzit që vuajnë nga hipertensioni. Rezultate më të mira jep nëse e konsumoni me kos, i cili duhet të ketë sa më pak yndyr, në mënyrë që përfitimet e saj të jenë gjithashtu edhe më të larta. Misri mban konstant nivelin e kolesterolit në gjak pasi ul ndjeshëm nivelin e yndyrës. Ai luan një rol në prodhimin e energjisë trupore të njeriut. Misri është vërtet një burim i mirë i proteinave dhe vitaminave. Në një studim që është bërë tek meshkujt të cilët kishin kolesterol të lartë pas një trajtimi me produkte të misrit si dhe ushqime të varfër në yndyr, u arrit në rezultate mjaft të kënaqshme. Misri gjithashtu është një burim i energjisë sepse përmban vitaminat B të domosdoshme për njeriun. Në vendin tonë, një përdorim të veçantë ka zënë buka e misrit dhe gjithmonë është rekomanduar për njerëzit që vuajnë nga hipertensioni. Rezultate më të mira jep nëse konsumohet me kos, i cili duhet të ketë sa më pak yndyr. Ndonjëherë harrojmë se sa e teprojmë me konsumin e bukës. Njerëzit që janë intolerant ndaj glutenit ose vuajnë nga sëmundje celiake, por nuk janë të vetëdijshëm për këtë, shpesh ndihen gjithashtu edhe më të fryrë. Ata gjithashtu mund të kenë probleme për të shkuar në tualet sepse zorrat e tyre janë të bllokuara. Mund të mos jeni intolerant ndaj glutenit, por keni një ndjeshmëri të lartë kur konsumoni grur dhe drithra të tjera. Nuk është të këshillueshme që buka e bler në dyqan të qëndrojë në frigorifer. Molekulat e nisë shtesë në bukë rikristalizohen shumë më shpejt në temperatura të ftohta dhe bëjnë që buka të bajatet shumë më shpejt kur e mbani atë në frigorifer. Buka e bler në dyqan duhet të mbahet në qese plastike të mbyllura me ajër në temperaturën e dhomës dhe jo në frigorifer, në mënyrë që t'i japë rezultatet më të mira ushqyese. Misri mban konstant nivelin e kolesterolit, pasi do të ulën ndjeshëm gjithashtu edhe nivelin e yndyrnave. Ai do të luajë një rol pozitiv në prodhimin e energjisë trupore të njeriut. Misri është një burim i vërtet i proteinave dhe vitaminave. Në një studim është treguar se përfshirja e bukës së misrit në dietën tuaj mund të jetë aleati më i mirë në betejën kundër kolesterolit të keq. Megjithatë, është e rëndësishme të konsumohet brenda normës për të marrë efektet e tyre pozitive. Buka është një nga lëndët ushqyese më komplete për mbrojtjen e organizmit. Ajo i sjell organizmit substanca ushqyese mjaft të nevojshme vitale siç janë makrosubstancat si proteinat, yndyrnat dhe karbohidratet.
dhe mikrosubstanca ushqyese siç mund të jenë për shembull mineralet, vitaminat e të tjera. Buka e misrit është burim interesant i proteinave me përmbajtje bimore. Normalisht, kur vjen puna te mirëqenia e organizmit tonë, njeriu do të bëjë disa zgjedhje dhe natyrshëm lind pyetja: cila është më e mira për organizmin, buka e grurit apo ajo e misrit? Buka e grurit është më e preferuara nga të gjithë, por është kategoria e njerëzve që do të ishin më të kënaqur nëse shtonin në dietën e tyre bukën e misrit. Ka disa arsye të thjeshta pse për shumicën e njerëzve buka e misrit mund të jetë një ushqyes shumë i mirë në dobi të organizmit. Misri vazhdon të jetë numër 1 për të mbajtur konstant nivelet e kolesterolit në gjak, pasi do të ulë ndjeshëm edhe grafikun e yndyrnave. Ai luan një rol pozitiv në prodhimin e energjisë trupore të njeriut, si Donald Line. Misri është një burim i vërtet i proteinave dhe vitaminave. Në një studim të bërë tek meshkujt, të cilët kishin kolesterol të lartë, është parë se konsumi i misrit mund të jetë një mundësi e shkëlqyer e trupit për të mbajtur larg këto komplikacione, duke siguruar shëndetit tuaj një zgjidhje mjaft të mirë ushqyese edhe në mbajtjen larg të problemeve të kolesterolit. Ndaj, sigurohuni që bukën e misrit ta konsumoni në dietën tuaj sa më të freskët për të ndikuar pozitivisht edhe në rritjen e vlerave të trupit. Përfitimet që merrni nga buka e misrit do të bëjnë që të keni edhe një zgjidhje mjaft të mirë ushqyese kundër këtyre komplikacioneve. Buka e misrit mund të jetë rezultati një ushqyerie mjaft të shëndetshme për organizmin. Misri është një nga drithrat nga më të konsumuarit në botë. Është një ushqim i gjithanshëm pasi mund të përdoret e gjithë bima. Lëvoret mund të përdoren për të bërë tamale, mëndafshi për të krijuar gjithashtu edhe çaj mjekësor, bërthamat për ushqim dhe kërcelli i tyre edhe për ushqimin e bagëtive. Ndaj, edhe buka e misrit mund të jetë një zgjidhje produktive shumë e rëndësishme për mbrojtjen e organizmit dhe parandalimin e komplikacioneve të tyre. Misri përdoret për të bërë edhe shumë forma të tjera të ushqimeve. Misri ka përfitime të larta në mbrojtjen e organizmit. Ai përbëhet gjithashtu kryesisht nga fibra të patrenjshme që e bëjnë atë një ushqim me indeks të ulët të glicemisë. Kjo do të thotë se është një ushqim që tretet ngadalë dhe nuk shkakton gjithashtu rritje të pashëndetshme të sheqerit në gjak. Ai gjithashtu është një burim shumë i mirë i vitaminës B dhe mineraleve thelbësore, duke përfshirë këtu zinkun, magnezin, bakrin, hekurin, gjithashtu edhe manganin. Shumica e njerëzve mund të përfitojnë gjithashtu nga ngrënia e misrit në format e tyre të ndryshme ushqyese, dhe vlerat që do t'japin organizmit tuaj do ta kthejnë atë në një nga produktet më të mira në dobi të shëndetit. Misri është një zgjedhje fantastike për të përfshirë në dietën tuaj. Ai do të ndikojë pozitivisht në rritjen e vlerave të trupit dhe lehtësimin e komplikacioneve të tij. Ndaj, sigurohuni ta konsumoni sa më të freskët në mënyrë që vlerat të jenë më të mira. Hani misër për të pasur gjithashtu edhe sy më të shëndetshëm. Degenerimi makular dhe katarakti janë arsyet kryesore të çrregullimeve vizuale në botë, të cilat mund të shkaktojnë edhe humbjen përfundimtare të shikimit. Ndërkohë që pleqëria mund të bëjë punën e saj, është e rëndësishme që në dietën tuaj të përfshini produktet e duhura ushqyese për të mbajtur shëndetin e syve më të fortë. Misri është një burim shumë i mirë i energjisë. Falë sasive të larta të karbohidrateve që përmban, misri është një burim shumë i mirë i energjisë. Karbohidratet sigurojnë energjinë e nevojshme edhe për funksionin e duhur të trupit dhe të mendjes. Ato janë gjithashtu të rëndësishme për ruajtjen e shëndetit të trurit. Misri është një nga ushqimet më të mira që mund të konsumohet për të rritur kështu energjinë tuaj. Misri është një produkt fantastik për uljen e niveleve të kolesterolit të keq. Sipas Journal of Nutrition Biochemistry, konsumi i misrit do të reduktojë kështu kolesterolin e keq, duke frenuar përthithjen e kolesterolit në trup dhe duke siguruar kështu një mbrojtje më të mirë ushqyese në dobi të shëndetit tuaj.
Misri do të jetë një produkt fantastik edhe kundër problemeve të hipertensionit. Personat që vuajnë nga hipertensioni mund të konsumojnë bukën e misrit ose misrin në dietën e tyre. Kështu do të kenë përfitimet e tyre ushqyese në mbajtjen larg të komplikacioneve dhe sillen në rezultateve të duhura për mbrojtjen e shëndetit. Misri përmban fitokimikate të mira natyrale, të cilat do të përmirësojnë kështu presionin e gjakut dhe do të parandalojnë problemet e hipertensionit. Përveç kësaj, misri është një nga produktet më të mira fantastike ushqyese në betejën kundër këtyre komplikacioneve citonel të saj. Ndaj, konsumojeni atë si duhet në dietën tuaj. Vëmendje. Ju bëjmë me dije se informacionet në këtë video kanë për qëllim që të plotësojnë, të mos zëvendësojnë këshillat e mjekut tuaj ose të ofruesit të kujdesit tuaj shëndetësor, dhe nuk kanë për qëllim që të mbulojnë të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose dhe efektet e tyre negative për shëndetin tuaj. Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoja t'i bënit like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që të informohen dhe miqtë e tu.